Atëherë ne vazhdojmë edhe më tej me rrjedhën e emisionit ton, ku kemi gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tan, ku ne flasim për temat e ndryshme dhe ato më aktuale. Atëherë ne tani do të ndrojmë krejtësisht temën. Letërsia është një mënyrë për të ruajtur kujtesën, për të rrëfyer historinë dhe për të përcjellë emocione që shpesh nuk mund të shprehen ndryshe. I ftuari ynë i radhës është një autor që përmes poezisë dhe romanit ka trajtuar tema si mërgimi, identiteti kombëtar, dashuria për adheun dhe sfidat të jetës, me një krimtari të pasur ndër vite dhe me romanin e tij më të fundit të Lamtumir Bukuresht, i sjell para lexuesit një tjetër rrëfim që fton në reflektim për të folur më shumë për rrugtimin e tij letrar, frymëzimin, veprat dhe projektet e ardhshme. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me shkrimtarin Remzi Murati. Mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Përshëndes stafin tuaj të televizionit të Maqedonisë. Ju faleminderit shumë që pranuat që të jeni pjesë edhe një herë në Ritmin e ditës. Romani juaj i fundit mban një titull Lamtumir Bukuresht. Mund të na thuani se çfarë simbolizon kjo vepër dhe pse zgjodhët pikërisht këtë titull? Lamtumir Bukuresht, shumica di se Bukuresht është kryeqyteti i Romanisë. Ngjarja zhvillohet në Bukuresht, atje ku rilindësit tanë kanë dhënë kontributin më të madh në kuadër të kauzës sonë kombëtare. Rrëfimi i përket një rilindas i gati të harruar nga Kërçova, që ka qenë hoxh imam, domethënë, i fshatit një kohë, pastaj migron në Bukuresht. Mirë po, nga aktiviteti fetar, ai zhvillon një aktivitet të pasur dhe shumë të pasur kombëtar, por i tërë ai aktivitet zhvillohet në Bukuresht, në kryeqytetin e Romanisë, ku pjesa dërmuese e rilindasve kanë zhvilluar një veprimtari shumë të bujshme, ku është përgatit kongresi i manastirit. Pastaj nga Bukureshti jepet propozimi të shpallet pavarësia e Shqipërisë. Protagonisti i këtij romani, Mulla Neshyt Zajazi, Liman Hoxha, është pjesë aktive e këtyre ngjarjeve, por me që ai nuk ka vuajt për famë dhe ka mbet pak si figurë e harruar, unë si pjesëtar i kësaj familje e ndjeva se duhet diçka të shkruhet për këtë figurë shumë të rëndësishme historike. Mirë po, një kohë ka munguar dokumentacioni që unë nuk mund të argumentoja para opinionit më të gjarë, sepse Zajazi dhe Kërçova e njeh këtë figurë, dhe prita momentin kur historiani i njohur nga Kërçova, doktor Ilmi Veliu, shkruajti se në Tiranë është gjetur një revistë e vitit 1936, Java, ku është një artikull nga Sefedin Kërçova, ku fare mirë përshkruhet veprimtaria e shoqatës shqiptarëve muhamedan të Maqedonisë në Bukuresht. Në Bukuresht. Dhe protagonist ka qenë Mulla Neshyt Zajazi Kërçova. Mund të na thoni se çfarë ju shtyu? Cila ishte ajo shtet që ju çoi drejt të këtij shkrimi të këtij romani? Ju e potencua që jeni bazuar në një ngjarje, të themi, reale, në një rrëfim real, për një figurë që ka luajtur, të themi, një rol të rëndësishëm për shqiptarët e asaj kohe? Është ngjarje reale dhe populata e asaj kohe është përfolur në për oda dhe në për tubime të ndryshme, sepse fundi i këtij rilindasi të njohur është shumë tragjik. Ai në vitin 1917 varet nga pushteti i atëhershëm bullgar te ura e Gurit në Shkup. Prandaj ka qenë një varje publike. Për këtë njeri është përfolur shumë gjatë. Mirë po,
kanë munguar dokumente derisa historianët, për shembull historiani Ilmi Veliu e gjetë këtë artikull në gazetën e Java të 1936 në Tiranë, në arkivin e Tiranës, kështu që mu hap rruga që unë të argumentoj edhe më tepër për këtë figurë, sepse prindit e mi, familjarët e mi, gjithmonë kanë folur për këtë figurë historike, për arsimin që është zhvillu në atë kohë për shkollat e hapura në përpodrume, në për xhamia, për librat e sjellur nga Bukureshti, nga ky njeri. Për shkak të kësaj veprimtarie ai edhe burgoset, pastaj edhe varet. Varet në urën e gurit këtu në Shkup. Ju në romanin trajtoni gjithmonë tema si malli për atë dheun, identiteti, sakrifica. Pse mendoni se këto tema vazhdojnë të jenë aktuale? Po tash malli për atë dheun, unë edhe tërë kohën e kam kaluar në gurbet, dhe më thanë 36 vite jam në Bazel. A mund tjetë edhe kjo arsyeja të themin? Po, është edhe kjo arsye, sepse mallin ma tepër se unë nuk e kanë ndjejt kërkush, edhe ata që migrojnë jashtë, dhe më thanë, e ndjenë më së shumë ti mallin për atë dhe ju mungon gjithmonë atë dheu. Mirë po, rasti i romanit nuk është vetëm malli, por është kontributi i sakrificat që kanë bërë ato njerëz. Për shembull, Mulla Neshit Xhajazi ka bashkëpunu me rilindësi shumë të njohur, Azdrenin, Ibrahim Temon, i ka paguar dark Ismail Qemalit me 4 nëndor, 1912, pak para se çpallet pavarësia. Ka pas edhe një restoran në Bukuresht, në rrugën 11 juli, dhe ajo rrugë është një datë historike e popullit rumun. Do të thonë, ajo rrugë ka ekzistuar në atë kohë, pastaj nga interneti e kam vërtetuar se ajo rrugë ka ekzistuar dhe aty me të vërtet ka ekzistuar dhe restorani i këtij rilindasit tonë të madh, mund të theni. Në romanin juaj, çfarë do dëshironi që lexuesi të merr nga ky roman, në cili do të ishte ai mesazhi që... Kjo është një mesazh që historianët tanë të ri të gjejnë dhe të kapin pika shumë kyçe dhe të rëndësishme që të gjurmojnë edhe më tepër për këta njerëz, mund të me të harruar disa nga këto, që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për kauzën tonë kombëtare. A do të vazhdoni edhe më tej të shkruani, të themi, për këta figura disi në thojza, të themi, të harruara? Po tash momentalisht e kam pas edhe si amanet familjar të bëj një roman për këtë figurë, edhe pse ky është romani im i dytë historik, mund të them. Nga romanët është i 4-ti, por është romani i dytë historik me figurat të vërteta. Romani i parë është, unë kam dhënë intervistë në të televizion për romanin e parë, i përket luftës nacionale shqiptare me figurat të vërteta. Edhe këtu në këtë roman janë të gjithë figurat të vërteta. Figurat që kanë kontribu në për kombin shqiptar. Për kombin shqiptar në vërtetimin e tyre. Sa ko ju dasht për të përfunduar të themi këtë romani, për të marrë sa më shumë informacione që t'jenë të sakta, duke u bazuar edhe në atë se çfarë ju kanë thënë të themi edhe familjarët, por edhe atje në Kërçov çfarë është flitur? Po më është dashur 2 vite të plota. Të përgatis edhe materialin e dur, edhe kam shku gjithmonë në të vërtetat që kanë ndodhur 100%. Nuk ka imagjinat këtu. Është roman me vërtet historik. Historik. Po është në formë romani që pak lexuesi ta ndjej veten ma këndshëm, ma lehtë për ta lexuar, të ketë vullnet më të madh për ta lexuar, sepse zakonisht disa tema historike mund të duken dikujt thata dhe është pak edhe tash kohën e fundit sidomos pak lexohet, prandaj jam detyruar në formë romani të paraqes ngjarjet shumë të rëndësishme historike. Mund të na thuani se a ka një personazh me të cilën ndiheni më i lidhur emocionalisht dhe pse?
A mendoni në jetën Jo, e kam fjallën në shkrimet që keni bërë. personazh historik e kam këtë. Me Të fundit. këtë personalitet, Milla Nishit Zajadin, e kam pas në shpirt gjithmonë këtë figurë. Unë kam jetu me historinë e këtij njeriut. Dhe kjo ju ka bërë që Dhe ju kjo ka më shty ka të bërë, themi... më ka shty që unë me të vërtet të gjurmoj dhe ma tepër dhe ta shkruaj këtë roman. Që mos të ndaleni. Mendoni që do të vazhdoni edhe më tej të shkruani për figura Mendoj në të ardhmen? Mendoj se do të shkruaj. Kam edhe disa ideja, por le të mbeten tash Që kemi arsye për t'ju ftuar edhe herën tjetër. Normal, nuk du para kohë të flas, edhe pse ja kam nisur romani tjetër, kështu që le tjetë edhe surprizë pak për lexuesit. I nderuar, shumica e veprave tuaj trajtojnë temat e mërgimit, identitetit kombëtar dhe historinë. Çfarë ju shtin të riktheheni vazhdimisht në këtyre temave? Sepse ka shumë gjëra të pashkruara. Sepse shumë gjëra historike duhet të përmirësohen. Dhe jo vetëm unë, por edhe të ri, gjeneratat e reja duhet të ndjejnë veten, duhet të japin kontributin e tyre që t'i përmirësojnë gjëra, të rishkruhen disa gjëra, sepse ka pas gjëra që janë të thanura edhe në formë pak më artificiale, të shtyrë nga politika ose nga ngjarjet e ditës. Unë qëllimi jem është që populli ynë të kuptoj dhe të di të vërtetën, realitetin si ka ndodhur gjëra. Në këtë roman përshkruhet Bukureshti në një formë, në një mënyrë tjetër që lexuesi as nuk mund ta paramendojë. Bukureshti dhe kolonia shqiptare në Bukuresht kanë qenë ambasadorë të popullit. Atëherë zhvillohet kongresi i Manastirit, përgatitet kongresi i Manastirit. Milla Nishit Zajadi shkon para se të fillojnë kongresin, dërgohet nga mërgjimtarët e Bukureshtit të pastroj terenin, të shoh situatën si është në Manastir, ku do të mbahet kongresi. Dhe aty takon Niazi Beun. Dihet nga historia se Niazi Beu është një ndër protagonistët e revolucionit të ri Gjon Turk, që zhvillohet 1908. Mirëpo ka qenë shqiptar nga Resnja. Shqiptarët kanë qenë protagonistë e revolucionit Gjon Turk. Pak shkruar, nuk them që nuk ka shkruar, por është shkruar me një anashkalim, pak njerëzit pak e din këtë histori. Kështu që kemi nevojë për romane, për libra historike. Qëllimi është që historianët i nxjisë më tepër. Të ashtu, pikërisht dhe për të mësuar edhe lexuesit më shumë mbi këto figurat. A mendoni se letërsia ka fuqinë të ndikojë në ndërgjegjen e shoqërisë dhe të nxjisë reflektim? Patjetër. Letërsia, krimtaria e letërsisë gjithmonë ka ndikuar që dhe ka parashkruar, ka paralajmëruar edhe situatat të cilat kanë ndodhur më vonë. Nëse letërsia nuk është vizionare, kush mund të jetë tjetër? Shkrimtarët duhet të jenë prisit dhe vizionarët e ardhmërisë, por pa e ditur të kaluarën, ne nuk mund të dim as ardhmërinë. Pikërisht. Ju e potencua që keni jetuar në diaspor, por vazhdoni edhe më tej, qëndroni edhe këtu dhe vazhdoni të shkruani për shqiptarët dhe realitetin e këtyre. Si e përjetoni faktin, gjitha këtë ndryshim të themi jetës tënde që keni jetuar në diaspor, por keni vazhduar të shkruani për shqiptarët? Shiko tash, shkrimtari nuk ka fakultet ose shkollë për të kryer, ose nuk ka diplom për shkrimtar. Shkrimtari diplomën e ka nga talenti, nga natyra dhe nga Zoti. Kështu që me shkrimi jam marrun edhe para se të shkoj në gurbet. Në diaspor të jetoni. Kështu që libri para është botuar 1999. Unë kam qenë atje, mirë po poezit e para i kam shkruar këtu kur kam qenë i ri. Edhe atëherë kam marrë disa shpërblime, disa konkurse që janë mbajtur në atë kohë. Kështu që në gurbet, edhe pse puna e lodhur ka qenë, edhe pse pak kohë, mirë po kam vazhduar nga dalë të shkruaj dhe
kam pasur deri diku sukses, edhe pse angazhimi në diasporë kërkon shumë kohë, kërkon shumë sakrificë për të bërë një libër. Këtu kushtet janë më të mira, por fati Jetës i shumë mërgjimtarve që kanë emigruar atje. Mirë, po veprimtaria jeme nuk është ndalë kur. Ju keni një veprimtari të themi të mbushur, keni libra që keni butuar të shumta për popullin shqiptar dhe cilat prej librave tuaja ka zënë të themi një vend të veçantë dhe cilin do e dalloni të themi pak më shumë prej gjithë këtyre veprave tuaja? Prej veprave të mia, librat e mia të para kanë qenë poezi. Unë jam i lidhur shumë edhe pas poezisë. Mirë po, romanet e mia historike, gjithmonë i kam pas më afër zemrës, sidomos tash romanin e fundit që përmenda dhe më parë, por edhe romani historik që është botuar 1990, ku përshkruhet, mund të them lirisht, mund të them edhe si është formuar ky shtet. Sepse shtabi suprem i Republikës së Maqedonisë ka vepruar në Kërçovë dhe Dibër. Luftën e ka bërë Kërçova dhe Dibra, pjesën më të madhe. Edhe komuna tjera, por ngjarjet më kryesore janë zhvilluar në Kërçovë dhe Dibër. Prandaj edhe aty e ndjej të afërt edhe për zemra të roman, sepse flitet për Reç Rushit Xajazin, për gjyshin tim Remzi Murati, mund të them se unë e mbaj emrin e atij, për Mehmet Mehmetin, të cilët edhe e dhanë jetën gjatë luftës së dytë botërore. I nderuar, çfarë ju frymëzon më shumë gjatë procesit krijues, të themi, ngjarjet historike, përjetimet personale, apo të themi realiteti i përditshëm? Edhe përjetimet personale, edhe realiteti i përditshëm, një shkrimtar, një poet inspirohet edhe duke shetitur në natyrë, ose një ngjarje e papritur mund ta inspiroj edhe mund ta kthej pas, edhe me kujtesë, ose mund ta bëj vizionar për një ardhmëri që pritet të vijë. Të pritet të vijë. Mund të na thuani se si i shihni, domethënë, nga veprat tuaja, nga kur keni filluar të shkruani dhe deri më tani? Sa ka ndryshuar shkrimet e juaja? Pa normal, me moshën ndryshojnë edhe mendimet, edhe pjekuria bën veten. Në rini, për shembull, kanë në zanë vend, për shembull, poezit rinore, kur kam qenë më i ri. Tash me moshën, tash mosha ka kërkuar diçka tjetër, të lë një mesazh, të jap një mesazh tjetër. Me kohë njeriu ndryshon, por le të jenë ndryshime pozitive, mos jenë ndryshime të dukshme që ndodhen te njerëzit, për shembull pritshmëritë të demoralizojnë pritjet popullore. Kemi, për shembull, njerëz që janë marrë me politikë dhe njerëzit kanë prit shumë, por më në fund ka ndryshuar karakteri, ka ndryshuar mesazhi i atij që ja ka filluar një punë ose një veprimtarie. Ne shkrimtarët nuk jemi të luhatur. Krimtaria letrare nuk kërkon luhatje, krimtaria letrare kërkon të vërtetën. Dhe ne gjithmonë jemi me të vërtetën. Duhet gjithmonë të shkruajmë për të vërtetën. Për të vërtetën. Sa keni bashkëpunime, të themi, edhe me shkrimtarët nga trojet shqiptare, qoftë me ato të Kosovës, qoftë me ato të Shqipërisë? Kam mjaft bashkëpunime, mendoj bashkëpunimet më të bujshme kanë filluar në Zvicër, kur kam qenë, kam marrë pjesë në orë letrareve, poet të njohur, si Adem Shkreli, dhe atje ka pas veprimtari mjaft të bujshme të shkrimtarëve të ndryshëm që na kanë vizituar nga trojet tona, edhe nga Shqipëria, sidomos tash në panajirën e fundit u takova dhe me Besnik Mustafajin, mora pjesë në promovimin e një libri të tij dhe me shumë shkrimtarë tjerë nga Shqipëria, me të cilët edhe kam pas kontakt.
që nga Zvitra. Tash mos i përmendi, mos lejdi kënd. Pa përmend, ndoshta mund ta harroni, po thjesht keni pasur. Pas Lamtumir Bukuresht, jeni duke punuar në vepra tjera, në projekte të reja? Unë E potencove pak, po e la si... Unë e kam shkruar, kur ishte pandemia në vitin 2019, e kam votuar, për se bona promovimin për shkak të pandemisë, një roman dhe tash e shkruaj pjesën e dytë. Është roman edhe ai gjysmë historik mund të them, sepse përshkruhet jeta gurbetit, fillimi ynë atje në Zvitër, si ka fillu për shembull një punëtor ose çfarë kanë pritur nga gurbeti njerëzit tanë kur kanë shkuar atje. Çfarë pune i ka prit, çfarë atmosfere i ka prit në konkretisht shkruaj për Zvitrën. Gjithmonë duke u bazuar në ngjarje të Ngjarje të vërteta. vërteta, që kam qenë pjesëmarrës edhe personalisht unë. Kështu që ishte romani para perëndimit, tani titulli i ri është pas perëndimit. Është vazhdimsi e romanit të parë. Dhe në fund, i nderuar, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata të rinj, të cilët dëshirojnë ndoshta edhe të largohen nga vendlindja për një jetë më të mirë në mërgim në Evropë, ku e shohim që mund të themi që kohëve të fundit është bërë një trend, pasi që edhe ju jeni larguar, gjithmonë duke u bazuar në ato shkaqet ekonomike, politike, cilët të do qoftë ato shkaqet që jeni larguar, cili do të ishte një mesazh për gjithë këta të rinj? Mesazhi im është duhet të bazohet njeri në diçka shumë të qartë, në diçka shumë të pritshme për të vazhduar rrugën për perëndim. Perëndimi nuk është aq i lehtë, edhe nuk është aq premtues sa që flitet. Një njeri që ka këtu një vend pune dhe ka të ardhurna për një jetesë normale, unë nuk do të preferohet të largohet nga vendinja dhe të shkojnë në gurbet. Por, kjo nuk do të thotë se fjala jemi mund t'i ndaloj, ose duhet t'i ndaloj pa tjetër. Duhet të them që politikanët tanë duhet të kontribojnë që këtu të hapen vende pune dhe të rriten rrogat, sepse njerëzit shkojnë për një jetë më të mirë. Pikërisht. Duhet të gjithë të kontribojnë që këtu jeta të jetë më e mirë, më e lumtur. Vetëm në atë mënyrë mund të ndalet gurbeti. Nuk mund të ndalet gurbeti me fraza, me fjalë, me premtime me premtime të shprasta ose ku e di si. Është i vështirë është për një të ri në perëndim që nuk e din gjuhën, nuk është ose duhet të punojë një profesion tjetër që nuk e ka. Unë për shembull kam punuar edhe punë të vështira atje. Unë jam shkrimtar, këtu kam pas edhe shkollë të kryer, po atje nuk kam ditë gjuhën. Jam detyruar të punoj punë të vështira fizike, punë të rënda fizike. Jam detyruar, mirë, po ka qenë një situatë tjetër atëherë. Ende pak më e vështirë se tani. Se tani. Edhe pse edhe tani shoh në disa momente situata jo të lakmueshme. Duhet të punohet për këtë popull, duhet të hapen vende të reja pune, por jo vetëm me fjalë. Gjithmonë premtimet e kota duhet të fshihen. Premtimet e ashtu të jenë premtimet vërteta. Vërteta. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit, që sadopak dhatë një mesazh edhe nëpërmjet romanit tuaj, por edhe nëpërmjet atë që e tha që duhet të kontribuohet për këtë popull, duhet të punohet që rinia mos të largohet. Patjetër, në fund duhet të përshëndes redaktorin tim, letrar doktor profesor Abzi Mustafën. E përshëndesim edhe ne, profesori. Cilin e kam pas recenzent të dy romaneve, dhe Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, drejtorin Besnik Emini, që ma mundësuan të bëj promovimin, përshëndes Zekiria Ibrahimin,
edhe ai më ka ndihmue, jam mirënjohës për ndihmën që më ka dhënë, sepse unë tani jam kthyer në Shkup, pjesën më të madhe të jetës e bëj këtu, por ndonjëherë shkoj edhe në Zvicër, sepse kam dy shtetësi, kam edhe shtetësinë zvicerane. Mirë po këtu tash jam rehabilituar mirë dhe shumë jam falenderues për ndihmën që më kanë dhënë intelektuale. Pasi që tani jeni në Shkup dhe ne do ju kemi më shpesh, do vim të ju vizitojmë, ku do të flasim edhe më gjëre gjatë për karrierën tuaj, për veprat e tuaj. Këtë unë ja u premtoj publikisht. Ju falenderit edhe një herë. Shumë falenderit dhe juve për ftesën që më keni bërë. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e parë që kishim përgatitur me shkrimtarin e mirënjohur Remzi Murati. Ne do të vazhdojmë edhe më tej me rrjedhën e emisionit, qëndroni me ne.